Kryeministri i vendit Edi Rama ka shpërndar një mesazh publik një ditë përpara konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku ka ndalur vëmendjen te simbolika e përputhjes së këtij momenti me përvjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Në reagimin e tij, Rama e ka paraqitur këtë përkim si një shenjë domethënëse duke e lidhur progresin e integrimit me trashëgimim kulturore dhe ideologjike të rilindjes kombëtare. Është një mister i gëzueshëm që drita jeshile për çeljen e fazës së mbyllëse të negociatave të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian të vezullojë në harkun e 180 vjetorit të lindjes së Naim Frashërit, udhërofyesi të gjenjal të aspiratës son shekullore drejt diellit që lindante nga Perëndon. Me mirënjohje të madhe kujtojmë në këtë 25 maj Shqipëri-bërësin e madh dhe të pavdekshëm, duke e thirrur orën e mirë të shpirtit të tij për ditët e mira që pas kësaj vijnë për kombin e për shtetin ton. Në mesazhin e tij, Rama u shpreh se vizioni afatgjatë i vendit është që vitin 2030 të shënojë finalizimin e procesit të antarësimit të Bashkimit Evropian, duke përkuar edhe me një tjetër përvjetor të rëndësishëm të figurës së Naim Frashërit. Në punën tonë të përbashkët, në dritën e amanetit të tij dhe rilindësve tan, e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do të kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lindandej nga Perëndon. Dhe nëse siç tha Konica, kur ushtien dhe e Naimi e përcollën 300 shqiptar, në Shqipërinë 2030, shqipbërësin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë, i bërë njësh me familjen europiane të bashkuar, u shpreh kryeministri. Konferenca e 8 ndërqeveritare e Shqipëri-BE vjen pas miratimit nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian të raportit i barë për Shqipërinë, një hap që konsiderohet thelbësor në vimin e procesit të negociatave të antarësimit.